Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahl ibn Sa'd radhiyallahu anhu tregon: në luftën e Khayberit i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Nesër do t'i jap flamurin e ushtrisë një burri që e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe Allahu dhe i dërguari i tij e duan atë. Një burr me vlerat më dha, me mirësi, ka dashuri për Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe ai është i dashur për Allahun dhe për të dërguarin e tij. Një grad shumë e lartë, të kesh dashuri për Allahun dhe të jesh i dashur i Allahut. Se njeriu mund të ketë dashuri për Allahun, por çështja është, a e do Allahu atë apo jo? A ka arritur të bëhet evlija i dashur i Allahut apo jo? Njerëzit e kaluan këtë natë duke biseduar se cili do ishte ky burr që do bëhej komandant i ushtrisë, do merrte flamurin, po pse diskutuan dhe pse interesoheshin? Sepse profeti kishte thënë për të që ai e do Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe ai është i dashur për Allahun dhe për të dërguarin e tij. Nuk ishte ambicia për të bërë i parë, për të bërë drejtues, po ishte dëshira e madhe që të ishin të dashur të Allahut të lartësuar. Kjo ishte një dëshmi e madhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam për këtë burr. Përmendet se Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ka thënë: "Nuk e kam dashur të bëhem i parë vetëm se në këtë rast." Profeti sallallahu alaihi wasallam ditën e nesërme tha: "Ejna Ali ibn Abi Talib?" Ku është Aliu, biri i Abu Talibit? Qalu ya Rasulullah huwa yashtaki aynay. Thanoi dërguari i Allahut, ai ka infeksion në sy, i dhimbnin syt. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Silleni këtu." Shkuan dhe erdhën me Aliun radhiyallahu anhu. Ndonjëherë mirësinë mund të arrijë ai që se kërkon. Mund të arrijë diçka ai që s'e ka kërkuar. Aliu kishte hallën e vet. Kishte smur, i dhimbnin syt, edhe nuk ishte bërë pjesë e kësaj bisede. Po profeti sallallahu alaihi wasallam kishte vendosur që t'i jepte komandën Aliut radhiyallahu anhu. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kuptohet që ka bërë lutje, madje me sa më kujtohet sipas një transmetimi ka bërë lutje për ta, edhe gjithashtu ka pështyr në sytë e tij. Pështyma e profetit është e bekuar, edhe është shëruar në moment. Ka lam yakun bihi waja'un. Në moment e ka shëruar Allahu. U bën sikur nuk kishte pas as pak dhimbje. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam ja dha flamurin e ushtrisë, edhe Aliu radhiyallahu anhu tha: "O i dërguar Allahut, për çfarë të luftoj?" Profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Infidh ala rislik." Tha: "Ec ngadal, hatta tanzila bi sahatihim." Derisa të zbarkosh në oborrin e kullës së tyre, pështjellës së tyre. Thumma du'uhum ila al-islam. Pastaj e para gjë ftoj në islam. E para gjë të ftosh në islam që të bëhen musliman. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allah ta'ala fihi. Dhe tregoju atyre detyra që do të kenë si musliman. Çfarë detyrash kanë si musliman? Fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Pasha Allahun, i tha profeti sallallahu alaihi wasallam, që Allahu të bëjë shkak ty që të udhëzohet një njeri është më e mirë për ty se të kishe devete kuqe dhe të jepje sadaka në rrugt të Allahut. Këtë hadith e kanë sjellë Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Është hadith i vërtetë. Ky hadith e para një tregon vlerën dhe mirësinë e Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu. Është një hadith që flet për mirësitë e tij tek Allahu subhanahu wa taala. Aliu është i dashur i Allahut dhe i dashur i të dërguarit të Allahut. Profeti sipas një hadithi tjetër ka bërë lutje: "O Allah, duaje atë që e do Aliun dhe urreje atë që urren Aliun radhiyallahu anhu." E dyta, hadithi përmban disa nga argumentet e profetësisë të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam. E para dha një lajm që nesër do shlirohet: "Yeftahullahu alayhi ayadih." Allahu do ja mundsoj atij që të shlirohet Khayberi. Dhe realisht u shlirua. U realizu kjo që tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Lajmi i tij doli i vërtet. Po të ishte profeti rrem, nuk mundet që Allahu të jepte sukses. Do të tregonte njerëzve që ajo që tha ishte gënjeshtër. Edhe s'do realizoi ajo që tha. Po e tha profeti, u bë realitet. E dyta, lutja që ka bërë profeti për Aliun radhiyallahu anhu, shoqëruar dhe me pshtymën, pra i ka fryrë
në sytë e tij, duke shoqëruar frymën me pshtym, edhe Allahu i lartësuar e shëroi Aliun radhiyallahu anhu në moment. Kjo është një nga mrekullitë e profetit, është një nga shenjat, nga argumentet e profecisë së tij sallallahu alaihi wasallam. E treta, thirrja në Islam ka mirësi shumë të madhe, ose e katërta është kjo. Ka një mirësi shumë të madhe. Nëse Allahu të bën sebeb që të udhëzohet një njeri, është më e mirë për ty se të kishe pasurinë më të shtrenjtë dhe ta jepte sadaka. Në kohën e tyre pasuria më e shtrenjtë ishin devet e kuqe. Në kohën tonë pasuritë më të shtrenjta, makina e modelit më të fundit, ose pallati apo shtëpia më e mirë, vila më e mirë. Nëse do ta kishe këtë pasurinë më të shtrenjtë në kohën tonë dhe do jepje sadaka, do kishe shpërblim më pak, edhe pse shpërblimi i sadakas shumë i madh, më pak se sa të bëhen sebeb që të udhëzohet një njeri. Me u bë sebeb që të udhëzohet një njeri, ka mirësi më të madhe ka Allahu subhanahu wa taala. Thirrja e Islamit bëhet ashtu siç është Islami, duke u treguar njerëzve dhe detyrat që kanë si muslimanë. Po pa i vënë vështirësi njerëzit, pa treguar fenë si të vështirë, se feja është e lehtë, nuk është e vështirë. Islami kërkon që njerëzit të udhëzohen, dhe jo që njerëzit të zhduken dhe të shkatrohen. Për këtë arsye, më përpara ftohen njerëzit në Islam, megjithëse lufta ishte zhvilluar në kushtet e shtetit Islam. Jo siç bëjnë ca organizata të këqija, që janë shtet. Janë organizata të këqija, ato kanë keq interpretuar xhihadin. Edhe çifutët e Khayberit ishin shumë të rrezikshëm. Ishin nxitur i dhujtarët kundër muslimanëve. Shumë çifut ishin strehuar në Khayber dhe ata nxisin intriga kundër muslimanëve. Rrezikonin muslimanët për tyre. Ishte një sherr, ishte një armik që duhej mjanu. Kishin mundësi tjetër muslimanët. Megjithatë, prap profeti sallallahu alaihi wasallam ka shkruar që fillimisht i ftonin në Islam. Po ka hadith tjetër që tregon se jo muslimanët, nga ana e shtetit Islam, nuk është çështje individuale kjo, nuk është punë organizata, shteti Islam i fton për domethënë lidhje paqe, mbrojtje dhe sigurie. Nëse e para një që ftojnë Islamin, pranojnë Islamin. Nëse nuk pranojnë Islamin, muslimanët i ftojnë, komandanti i muslimanëve i fton që të lidhin marrëveshje paqe, mbrojtje dhe sigurie. Pranojnë muslimanë nga paqja. Nëse nuk pranojnë paqen, atëherë lufta po në fush betejë. Nuk vriten gra, nuk vriten fëmijë, nuk vriten pleq që nuk marrin pjesë në luftë. Madje nuk vriten as fetarët e feve tjera që janë për murgje në për manastire, sipas transmetimeve që sillen nga koha e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu. Allahu shpëlbim të mira, alhamdulillah.